Gazetari investigativ italian Sigfrido Ranucci, drejtuesi i emisionit të njohur Report në Rai 3, ka qenë në mbrojtje policore që nga viti 2021, por figuronte në kujdes të forcave të rendit që prej vitit 2009, shumë kohë përpara atentatit me bombë që ndodhi mbrëmjen e kaluar pranë banesës së tij në Campo Ascolano afër Romës. Sipas dëshmive të vet Ranucit, të publikuara më herët për revistën Noi Antimafia, mbrojtja ndaj tij nisi pasi u interceptua një plan vrasje nga një trafikant droge i lidhur me Ndranghetan, i cili kishte porositur eliminimin e gazetarit. Ranucci shpjegoi se që në vitin 2009 kishte hyrë në një program vëzhgimi të vazhdueshëm, pasi familja mafioze Ercolano e lidhur me klanin Santa Paola të Catanias kishte kërkuar nga një bashkëpunëtor i rrezikshëm që ta ndiqte pas një reportazhi mbi një minier që klani menaxhonte në Sicili. Situata u përkeqësua në gusht të vitit 2021, kur autoritetet vendosën mbrojtje 24 orëshe, pasi një tjetër trafikant i burgosur në Padova ishte kapur duke komunikuar me personat jashtëm për të punësuar dy vrasës shqiptar. Sipas Ranucit, porositësi ishte i lidhur me ekstremistë të djathtë italian dhe me kartelin kolumbian të Pablo Escobarit dhe planifikonte ekzekutimin e tij si ndëshkim për një investigim mbi lidhjet mes politikës dhe krimit të organizuar. Edhe pse porositësi është ende në burg, asnjë proces penal nuk është hapur, pasi vrasësit e mundshëm nuk janë identifikuar, por hetuesit besojnë se ata janë pjesë të njëjtit grup që vrau Fabrizio Piscicellin, i njohur si Diaboliku, figurë e rëndësishme e trafikut të drogës në Rom. Ranucci ka rrëfyer se edhe në vitin 2010 një përfaqësues i klanit Santa Paola kishte planifikuar ta vriste, por vrasja u anullua me urdhër të Matteo Messina Denaros, bosit legjendar të Cosa Nostras, për të shmangur vëmendjen e hetuesve. Kërcënimet ndaj tij nuk janë dalur as vitet e fundit. Në nëntor 2024, Ranucci kishte paralajmëruar publikisht se redaksia e Report kishte marrë kërcënime të tmerrshme pas transmetimit të një dokumentari mbi konfliktin Izrael-Palestinë realizuar nga gazetari Giorgio Motola. Ndër incidentet më të fundit, Ranucci ka përmendur gjetjen e dy plumbave Po-38 jashtë banesës, si edhe ndjekje të dyshimta nga personat armatosur, të cilët më pas u identifikuan nga eskorta e tij. Në këtë kontekst, atentati me bombi mbrëmje së djeshme shihet nga hetuesit si pika kulmore e një serie të gjatë kërcënimesh mafioze dhe politike ndaj gazetarit që ka ekspozuar për vite rrjete korrupsioni, kontrata publike të dyshimta dhe lidhje të krimit me pushtetin. Historia e Sigfrido Ranuccit është pasqyra më e qartë e çmimit që paguan gazetaria e vërtet investigative në Itali. Për më shumë se 15 vjet ai ka jetuar midis mikrofonit dhe mbrojtjes policore, i ndjekur nga klanet mafioze që shfaqen sa herë ndonjë dosje Report prek interesat e tyre. Fakti që Ranucci është kërcënuar njëkohësisht nga krimi organizuar, ekstremistë të djathtë dhe trafikant ndërkombëtar, tregon se puna e tij nuk kufizohet në një territor apo një ideologji, por në ekspozimin e një sistemi të errët që përfshin politik, financa e kriminalitet të globalizuar. Në këtë sistem, gazetarët që prekin fijet e pushtetit bëhen objektivi i parë për t'u eliminuar, jo me debat, por me tritol. Italia zyrtare nuk mund mjaftohet më me deklarata solidariteti. Rastet si ai Ranucci tregojnë se shteti duhet mbrojë informacionin me të njëjtin nivel serioziteti me të cilin mbron jetën, sepse kur krimi arrin të vendos bomba në makinën e një gazetari të njohur të Rajt, pyetja nuk është më kush është urdhëruesi, por sa thellë ka hyrë frika në institucionet publike. Në fund, historia e Ranuccit është dëshmi e thjeshtë por e fuqishme. Kur media heton pushtetin, pushteti i errët reagon si mafia, me heshtje, kërcënime dhe zjarr. Por deri më sot Report ka provuar se as faktet as e vërteta nuk digjen nga tritoli.